Të nderuar të pranishëm, Selamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuh. Ky ders do të jetë dersi edhe dersi i fundit për ciklin e Ibrahimit alayhi salatu wassalam. Ta kemi një takim edhe nesër, do të jetë fundi i takimeve që i kemi pas. Sot do ta përfundojmë me këtë pejgamberin e madh i cili është Khalilullah. Pra miki Allahut azza wa jall Ibrahimi alayhi salatu wassalam, ku treguam që Allahu subhanahu wa taala thot në Kur'an me një ajet: "Wa idh ibtala Ibrahimu rabbuhu bi kalimatin fa atammahun." Allahu azza wa jall e sprovoi Ibrahimin alayhi salatu wassalam me urdhra të ndryshme dhe ai zbatoi të gjithë urdhrat e Allahut. Treguam sakrificën e djalit që e la me bashortën e tij në mes shkretire. Treguam sakrificën që ta therr dhe ishte i nënshtruar ndaj Allahut azza wa jall, pra nuk kishte urdhër që Allahu subhanahu wa taala nuk e urdhëroi Ibrahimin alayhi salam e që mos të jetë i nënshtruar ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pasi që treguam që Allahu azza wa jall e urdhëroi në atë kohë që ta therr djalin e vet dhe ja zaventësoi me kurban, Allahu subhanahu wa taala e shpërblej ti me një durim të gjatë që e pati, me një shpresë që i kishte të madhe që të ketë fëmijë me Sarën. Pasi që i boni 13 vite në transmetim apo 14 vite Ismaili alayhis salam, Allahu azza wa jall e përgëzoi Ibrahimin alayhis salam me një fëmijë, i cili u quajte pas asaj, e quajti Allahu azza wa jall Ibrahimi alayhis salam Ishaq, dhe përmendi Allahu azza wa jall në Kur'an. Në këtë ngjarje Allahu subhanahu wa taala dhe përmend në Kur'an surën Dhariyat thot: "Hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin." O Muhammed, i rrëfehet pejgamberit alayhis salam, thot: "Atë ka ardhi lajmi i misafirëve të Ibrahimit alayhis salam." Edhe tregon këtu se Allahu azza wa jall i tregon se Ibrahimi alayhis salam është i pari që i ka prit misafir të huaj që si ka njoft hiç. Shembull normal, nëse dikush është i huaj sot më ardh me ta trokit dere, me thënë du me ardh misafir, është problem ti me pranu mrejnë, kuj dikush është kinjer. Ibrahimi alayhis salam nuk i ka njoft ta njerëzi. E Allahu për ata nuk ka thonë që i ka njoft, ka thonë në dajf, ka ardhur disa misafir mukramin, ato i ka nderu dhe nuk i ka njoft. Sa kanë hi ato mrejna, Allahu azza wa jalla tregon thot: "Idh dakhalu alayhi fa qalu salama." Kur kanë hi te Ibrahimi alayhis salam, e kanë përshëndet me selam. Edhe treguam se njerëzit mendojnë se selami është i arabëve. Ibrahimi alayhis salam nuk o kon arab, as Ademi alayhis salam nuk o kon arab, po përshëndetja e parë të cilën e ka bëu Ademi alayhis salam me melekt ishte selami. Pastaj kur kanë ardhur to melek pari herë kur kanë hyrë në dhomë, i kanë dhënë selam. Dhe treguam se selam është paqe, dhe selami është prej Allahut azza wa jall. Dhe kjo do të jetë, i ka thonë Allahu subhanahu wa taala Ademit alayhis salam, do të jetë përshëndetje për këtë umetin dhe pasardhësit e mi deri në fund ato që e besojnë Allahun azza wa jall. Qalu salama. Salamun qaumun munkarun. Ju dha selam, ja u kthej selamin Ibrahim alayhis salam, mirë po këta nuk i njihte këto persona. Kush janë këto? Këto janë 3 melek të Allahut azza wa jall, që kanë ardhur në formë të njerit, kanë ardhur te Ibrahimi alayhis salam. Çka ishte qëllimi i ardhes si misafir? Ishte për ta përgëzuar Ibrahimin alayhis salam se Allahu do ta përgëzon me një fëmijë. Sa vjet i ka pas Ibrahimi alayhis salam kur e kanë përgëzuar me lekt? Nëse themi që Ismaili alayhis salam, kur Allahu azza wa jalla e përgëzoi me Haxherin, i kishte 86 vjet, edhe 13 vjet i boni Ismaili, apo në transmetime 40, domethënë afërsisht 100 vjet. 100 vjet, edhe gruaja e tij i kishte 100 vjet. E kur erdhën këto melek me përgëzue, tash Ibrahimi alayhis salam i ka bëu 100 vjet, i ka hupa ato shpresa se mas 100 vjet dhe njeri mund të me bëu fëmijë. E kjo normal me logjikën e njeriut nuk mundut, mirë po ka herë ndodh që Allahu azza wa jall nga mrekullitë e tia i thën disa rregulla për do rob të cilët janë devotshëm. Për ata e përmend edhe në Kur'an për Zekerian alayhis salam, thot një kohë gjatë ka prit fëmijë derisa edhe ati ka mri kohë ka 100 e kur ka ardhur një ditë e ka pa Merjemën, Merjema ka qenë vajza e
baxhanakut vet. Kur e ka pa në xhamin e Aksas, me një qosh që e ka pas, e ka pastru xhamin, u ka kujdes për xhamin, edhe ka fal namaz, e ka pas një vend veçantë, kur ka hi ta shohë shka të u bë, ka pas ushqime, pemë, perime të lloj-llojshme, dhe çka është më interesant, sot shembull nuk është interesant se këtë pemë të vjeshtës e verës i kimë një vend. Atëherë u ka ditën koha e një pemës o kon çat kohë. Si të ka kaluar fati asaj pemës mos e ne ki gjet as në treg as kundi. E thot i ka pa disa pemë të verës në vjesht ose disa të vjeshtës në verë, që normal nuk bëhen çat kohë. I ka thonë ja Maryam anna laki hadha, oj Maryam, ka i ki këto të mira, kush ti ka prun këto gjona? Qalet huwa min indillah, tha ajo, këto janë prej Allahut. Inna Allah yerzuku men yashau bighairi hisab. Allahu e furnizon njeriu nga sa merr mendja. Në qatë moment, Zekaria alayhis salam këshire thot Allahu i dha një vajzë, sa jo nana e Merjemës, kur mbeti shtatzon e lutja Allahun që Allahu t'i japë djalë. E atë djalin ta sakrifikon për xhami ta bën, domethënë shërbetor në xhami. Mirë po, ajo lindi vajzë. Tha inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dhakara kal untha. Tha unë e linda atë vajzë e nuk e linda djalë, po Allahu e din çka është më mirë, djali apo vajza. E qatë shik, edhe pse e kishte ndërmend një djalë me bo shërbetor, qatë vajzë e la përsëri shërbetore dhe e emërtoi me emrin Maryam. Çfarë do të thonë Maryam? Shërbetore. Do të thonë du me sakrifiku një fëmijë që ai tjetër për hir të Zotit punoi vetëm në rrugt të Zotit. E Allahu e furnizonte çket, edhe pse s'ke djalë apo ke çik. Mirë po qatë shik Allahu e ka furnizu, edhe pejgamberi Allahut u ka habit. E kur e ka pas Allah çfarë mirësi ka dhënë, se kjo nuk është grua, s'është pejgamber. Atëherë i ka ngrit dur, ka thonë, o Allah, ma hep edhe mu një fëmijë. Ma hep edhe mu një fëmijë. Allahu Azza wa Jall e dërgon një melek, edhe i thot Zekeriait alayhis salam se Allahu tash në pleçni ka me të përgëzuar me një fëmijë. Edhe pse Zekaria alayhis salam kursi ka u shpresat e Allahu Azza wa Jall. Mirë po ka thonën shejbe rasi, është thik koka. Edhe janë dopsu eshtra, qish kam mundësi une me pas fëmijë, edhe gruaja jem o sterile. Gruaja e Zekeriait alayhis salam o kon sterile. E o kon, thot, kur i ka nërë të melek, ku o konën, thot o konën në xhami. O kon në xhami të u falë. Edhe i ka thonë, kitë qash për merakit, kur i ka thonë, shemon njëri i ban 90 vjetë, 100 vjetë, s'ka pas fëmijë, 80 vjetë martes. Edhe thu, kur jam koni rije sen, gruja sterile, unë e plak, gruja plak me pas fëmijë, ka thonë Allah kështu, për merakit masën ka pritën me pas e kam mbet 7 zone. Së normal sot ka me teste e merr vesh njëri para kohë, a kam mbet 7 zona, s'ka mbet 7 zona, në atë kohë s'ka pas. I kanë thonë me lekt, ki me pas një shenjë. Kur të paraqitet çaja shenja, gruaja jote ka me 7 zone. Ka thonë çka janë shenja? Ka thonë kur të mese gruaja jote 7 zone, falan tukallim al-insiya thalatha ayamin sawiya. Sin kemi humit mi u fol njerëzve 3 ditë kemi u bohe me mec. Thot moment kur ka marr vesh që domethënë u ka çu në xhami, edhe ka dash ta mbajë një fjalim. Domethënë t'ia mbajë një fjalim besimtarëve. Edhe u ka koçit goja, s'ka mujt me fol, s'ka mujt me nxjerr asnjë fjalë. Ka filluar me kajtë edhe që ka bëu dorë kështu. Domethënë ai nalt pas ka vendos. Edhe ulet me bë dhikr, ama s'ka mujt me fol. 3 ditë, edhe pikëzimit mas s'ka mujt edhe t'ju kallëzojë njerëz se domethënë jam mësuar shumë se 3 ditë s'ka fol. Që ajo ka qenë se ai ka mbet domethënë 7 zonë. E Allahu lenet që jep çat fëmijë. Thot Allahu Azza wa Jall lem yaj'al min qablu samia. Allah e ka mërtu të vetëmi në fëmijë, në këtë Kur'ani, për pejgamberve, Allah e ka mërtu me emrin Jahja. Ja ka të një djalit cili e ka pas emrin Jahja. E ka bo pejgamber pi vogël, ja Jahja, khudhil kitabe bi kuwa, wa atejnahu hukme sabije, o Jahja mere këtë libër me seriozitet, e kemi bo pejgamber në prim fëmiri. Dhe më thonë, ti e fëmijë, ama të ka dhonë Allah diçka shumë të madhe. Edhe pejgamber e boni, edhe një emër që s'është qujtë për para i emri me emrin Jahja, mas 100 vjetëve. E kështu Allahu Azza wa Jall vin melek dhe i thojnë Ibrahimit alayhis salam pasi që kur i shef melek kanë ardhën, shkon e prin, më një vit shkon e prin. Para në misafirin nuk e njeh, i pari thoj njëri bujar që
I ka prit misafir të mirë, sa ka i ka shku e ka prej një vich, edhe thot, ja ka pjekën, thuhet në transmetime se ja ka pjekën ngur, ja ka reshk mirë, ja ka pregadit mirë, edhe ja ka fru. Fe karrabe i lejhim. Edhe i ka thonë, edhe kjo kanë thonë njona për edukatës, kur ta thini shembull misafirin e ki qit pjatë, një pjatë më kon 5 metre larg. Merr ati dora si mrin kurkuni. Ja ka afru, do më thonë, qaq afër te goja. Edhe i ka thonë, bujrëm merr. I ka thonë, e këto s'kan marë. Kur e ka poqin, nuk e zgjatin dorën me marë, fa u gjese fi nefsi i khife. Në vetin e vetë ka fillu të frigosi, misafiri kur vjen, nuk han, nuk pin, në më thonë, këto më s'kan marë diçka për në i pun të keqe. I ka thonë, o Ibrahim, mës u frigo dhe mës u mërzit se ina melekt Allahut. E në tregum se melekt e marin do njerë formën e njerëzve. Si shtot pejgamberi a.s. luftën e Bedrit, Allahu dërgoi 5.000 melek, në mesin ative ishin melek në formë të njerëzve, e pas Gjibrilin a.s. e kishte formën e Dahja ibn Kelb me kal që zbrit ke pje qelli, a ishte komandant për qellit me melek, e pejgamberi a.s. komandant prej në tokë. Edhe pse pejgamberi a.s. luftën e Bedrit i kishte 315 veta, i fitoi 1.000 veta të cilët ishin kurejshitët me gjithë ato kuajt e devet edhe luftarak, dhe më thonë luftat të forte që e bori. E ka nardhën në formë njerit. E që ka thot? Faraga ila ahli fe gjabi ejlin samin, shkoj dhe e prun një vich shëndosh, një vich më të mire ka zgjith për vichave. Fe karrabu i lehim, ka ala te kulun, ja afroj, dhe ju tha nuk po hani, fe u gjësat min hu khifa të rufrigu, ka alu la të khaf, Qalu la takhaf, fa mos u frigo, wa basharuhu bi gulamin alim, e çto e merr vesh Ibrahim a.s. thot e përgëzuar me një fëmijë të ditur. Çish mund fëmia mu koni ditur? Çka është dituria? Çto del shesh? Çka është dituria? Dituria është drita e Allahut, është atë që ka mësuar Allahu. Fen, njëri që mëson fen, është që kjo dituria më e madhe që ekziston në rrugën toksor. Pejgamberi sa të thot men yuridillahu bihi khairan yufaqihu fi din. Kujna ja don Allahu të mirën, ja mundson me kuptu fejen, me mësu fejen. E ai i cili më smiti çka e di fejen e Zotit kush është? Është pejgamberi i Allahut. Me çeket e ka kuptu Ibrahim alayhisalam se Allah e përgëzon një fëmijë mas 100 vjetëve, edhe çat fëmijë ka më bë ditër, ka më bë pejgamber mas kujna mas Ibrahimit alayhis salatu wassalam. Fa aqbalat imra'atu fi sarratin fasakkat wajhaha wa qalet ajuzun aqim. Bashortja vet kur erdhët plak, filloi të qeshe edhe të bërtese, me thonë çka janë këto njerëzit, çka kanë ardhur, unë plak e në sterile 100 vjet edhe unë kam u përgëzuar me fëmijë që s'janë përgëzuar që 100 vjet. Qale kedhalika qale rabbuk. Melekti kanë thonë kështu. Kështu Zoti jot ka thonë. Zoti jot shu ka thonë. Kur thot Zoti diçka kun, fa e kun, banu bohët. Innehu huwal hakimul alim, sepse ai është i urtri dhe i dituri për këtë punë. Dhe Allahu azza wa jall e përgëzon çkan? E përgëzon do të thot me Ishakun si pejgamber i Allahut azza wa jall. Edhe kanë ardhur melekin ardhur edhe me një punë tjetër, puna tjetër do të kena më shkuar tek një popull ku është Luti alayhis salam me shkatruat popullin. Ai populli ishte jo musliman, ishte i shfrenum nepshe, ishin domethënë njerëzit që bëshin amoralitet, që do të marrën ndersët, mirë për të marrë dhe me shkatru. Kjo të tregon se Allah azza për një kohë i ka çu 2 pejgamber. Për një kohë ka pasur i ka çu 3 pejgamber. Për një kohë ndoshta e ngon 10 pejgamber. Edhe çdo njëri e ka pasur obligim me thirr popullin e vet. A pejgamberi alayhis salam Allah e ka dërguar për këtë botën. E çka është një sen interesant. Allah azza edhe kur e ka dërguar Musa alayhis salam, për kanë e ka dërguar Musa alayhis salam? Për Benu Israilt, për jehudët. Edhe Harunin për Beni Israilit. Pastaj Zekriaj të Beni Israilit. Jahjen të Beni Israilit. Isa alayhis salam të krishterët, ja. Nona Isa alayhis salam është prej origjinës jehude. Do më thonë në Beni Israil, baba e vetë ka pasin në Imran. Edhe Allah azza wa jall kur e ka dërguar Isa alayhis salam e ka dërguar tek Beni Israilit. Prapë te jehudët e ka dërguar. E pastaj këto e kanë marrë se ki ka ardhur pejgamber për krishterët, e kanë bëu për veti pa u kon për ato hiç. Pse i thënë atë këto dhjata e re dhe dhjata e vjetër?
Do më thonë, pas ka dhjata e vjetër, i thënë Teuratit, dhjata e re, po i thënë kanë Injilit. Do më thonë, të janë një libër. Allahut e kemi dërgu Isën a.s. për t'ja u letësu disa gjona që pat mi vështirësu. Ben Israel kena kalzumat me lopën, kanë thonë çfarë lopë, të ja vështirësu, të ja vështirësu. Mendë se e kanë gjithat lopën, për i vështirësive e kanë pasë dhe e kanë sheriatin ative, vjamin e kanë me hongër haram. Nësi ju benin ditësin në tesha, s'kanë drejt me la, duhet me prej ata dhe me ngjit një copë tjetër. Nëse është grye me periudhën e administracioneve, duhet me nda me një oda gjithë dhe mos me him rejnë. Në më thonë, shëriatin e ka pas. Ka ardhë Isa a.s. me do ligje për me a letësue, e ato e kanë bo për veti. Në më thonë, keto kanë ardhën, a Muhamedi a.s. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin, ti o Muhammed kemi dërgu mëshirë për ta mbotën, e ne ka thonë thekalejni, jo vetëm për njerëzit, pa edhe për gjint. Edhe keni ndëgju, Allah s.w.t. e ka zbritur në surja Gjin, pa edhe në sura Ahqaf tregon, uaidh sarafna ileke nafara min al-jinn yastami'una al-Quran, thot Allah azza wa jalla kur ta dërguam ti o Muhammed një grup xhinve dhe ato erdhën te ti me ndëgju Kur'an, kur e ndëgjuan ato Kur'anin, qalu sami'na kitaban unzila min ba'di Musa, ne ndëgjuam një libër që kishte zbrit pas Teuratit, pas librit të Musës, musaddiqan lima bayna yaday, e vërtetonte ata që i kishte zbrit Musaut edhe pejgamberëve të tjerë, yahdi ila al-haq, ai udhëzonte në rrugën e Allahut azza wa jall, edhe i kanë thonë ja qaumana ajibu dal Allah, pasi kanë dëgju këto fjalë të Allahut, pasi janë udhëzue, kanë shku te populli vet, i kanë thonë o populli jon, përgjigjuni ftesës së Zotit, se është një pejgamber, Zoti e ka thënë edhe për gjinët edhe për njerëz, është Muhamedi alayhis salam, ai që ka me besu ka me në xhenet, ai që nuk ka me besu ka me në zjarr xhenemit. Kanë shku i kanë thirr. Domethënë kjo nuk ka ndodhur më herët, sikur që ka ndodhur domethënë në kohën e pejgamberit alayhis salam. E thot kanë shkuar me një me përgëzu Ibrahimin alayhis salam, edhe e dyta me shku me shkatru domethënë popullin e Sedumit. Populli i Sedumit domethënë në Jordan është deti i vdekur. Pra ata thënë se deti i vdekur ku e ka shkatruar Allahu azza wa jall çat vend, nuk ka më krijesa xhallesa në atë vend. Deti i vdekur të cilët nuk ka më aty as peshë që jasen, pse thuhet se ka shumë krip në atë vend, mirë po ajo që nuk ka më bereqet në atë vend, se Allah azza wa jall e ka shkatruar domethënë atë vend. Pastaj është ne treguam se Qabja është ndërtuar, ka ndërtuar Ibrahimi alayhis salam, e ka rindërtuar Ibrahimi alayhis salam. Në atë kohë ka ekzistuar xhamia e Aqsas? Jo. Ebu Dherri radiallahu anhu i ka thonë, oj dërguari i Allahut, kur është rindërtuar Qabja nga ana e Ibrahimit alayhis salam, kur është rindërtuar xhamia e Aqsas, se tre xhamiat më të shenjta në rrugën toksor. Xhamia e Haremit, që i thënë Qabja, që një namaz është 100.000, xhamia e pejgamberit alayhis salam, e cila e ka shpërblimin sa 1.000, edhe xhamia e Aqsas, e cila e ka shpërblimin sa 500, transmetime 250. E thot kur është ndërtuar xhamia e Aqsas? Thot xhamia e Aqsas është ndërtuar pasi që është ndërtuar Qabja 40 vjet. Distanca kohore mes ndërtimit të Qabës edhe xhamisë së Aqsas është 40 vjet. E i ka thonë oj dërguari i Allahut, kush e ka ndërtuar këtë? Ka thonë e ka ndërtuar kush? Jakubi alayhis salam. E kush është Jakubi? Jakubi është djali i Ishakut. Ishaku djali i Ibrahimit. Do më thonë, para ta kër i kanë thonë Jusufit alayhis salam, i kanë thonë Kerim ibnul Kerimi, ibnul Kerimi, ibnul Kerimi. I ndershmi, i birit ndershmit, i birit ndershmit, i birit ndershmit. Jusufi pejgamber, baba Jusufit Jakubi pejgamber, baba Jakubit Ishaki pejgamber, baba i Ishakit Ibrahimi alayhis salam pejgamber. 4 fëmijë merren, mas ja ka dhënë Ishakin, lënë që i ka dhënë e ka bëu pejgamber, po ja ka bëu djalin ta ketë pejgamber, po nipin ta ketë pejgamber, po stërnipin ta ketë pejgamber. Edhe kretë Allah azza wa jalla ka cekën këto nëpërmes. Edhe kur ja ka dhënë që këtë fëmijë që 4 pejgamber kanë dalë, pasi që i ka bëu domethënë 100 vjet Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Edhe thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, para se me zrib kul a'udhu birabbil falak, edhe kul a'udhu birabbin nas në fund Kur'anit, që janë dy sure ndër surët më të zgjedhura për t'ju lexuar fëmijëve të cilët mirën për mësysh. E pejgamberi sa para se me zbrit këto sure, ja u bëjkin një dua Hasanit edhe Husajnit.
Dhe theke a'udhu bi kalimati uidhukuma bi kalimati Allahi tamati min kulli shejtanin wa hamma wa min kulli ajnin lamma. Theke po kërkoj te Allahu azza wa jall mbrojtje me fjalët e tij të plota nga çdo cytje prej shejtanit dhe çdo syri i keq nga njerëzit. Edhe thonte çeket ja e lexonte baba jem Ibrahim alayhis salam, ja u lexonte Ismailit edhe Ishakit. Domthon me këtë lutje ja u bënte këtë lutje Ibrahim alayhis salam dhe unë ku marrën këtë lutje pe Ibrahimit alayhis salam. Edhe kur ka zbrit surja Felek dhe surja Nas, pastaj të ka filluar të lexojë surën Felek dhe surën Nas, sa është shpallje për Allah dhe ndikimi është i Kuranit edhe Kurani është shifa, që ka ardhur domethën transmetime te Kurani, wa nazil min al-Qur'ani ma huwa shifa, është zbrit Kurani domethën për shërim. Edhe tjetra Ibrahim alayhis salam me Muhamedit alayhis salam me pejgamber të zgjedhur. Pejgamberi më i zgjedhur pikë vesh Muhamedi alayhis salam. Pas pejgamberit alayhis salam nuk ka pejgamber më zgjedhur se Ibrahim alayhis salam. Piktive ulul azm 5 pejgamber domethën Isa alayhis salam, Nuhi alayhis salam, Ibrahim alayhis salam, Musa alayhis salam, Muhamedi alayhis salam. Muhamedi alayhis salam është njëshi, Ibrahim alayhis salam vend dyshi mas pejgamberit alayhis salam. E këto 3 pejgamber të tjerë, Nuhi alayhis salam, Musa alayhis salam dhe Isa nuk kanë dallim, janë me një paralel. Piktive pi ulul azm më zgjedh janë Muhamedi sallallahu dhe Ibrahim sallallahu. Më i zgjedhti është Muhamedi alayhi salatu wassalam. Prej specifikave që ka Ibrahimi alayhi salam subhanallahu, thot ditën e gjykimit kur do ringjallën njerëzit dhe dalin pa tesha, pa rroba. Ka ardhur transmetime dhe edhe as sunet nuk janë të bën njerëzit. Thot i pari kur ka me dalë, thot që kanë me dalë njerëzit pi mahsherit, domethënë zhveshur, parit njerë që të jepën teshat e xhenetit, që të veshët, i pari që të mbulohet me tesha, do të jetë Ibrahimi alayhis salam. Pejgamberi sa thot, pse? Se është gjujt në zjarr. Është gjujt në zjarr për hir të Allahut. Thot Allahu si specifik ti pejgamberit që e ka vlerën e madhe, i pari ka mu vesh me tesha, cili është Ibrahimi alayhis salam. I pari njeri cili e ka bo sunet, pastaj ketë bota që mu bu sunet. I pari që është bu sunet është Ibrahimi alayhis salam, i cili thot në transmetime i ka pas 80 vjet, apo në transmetime tjera i ka pas 120 vjet. Domethënë është bu i pari sunet dhe prej asaj pastaj këtë popit edhe jahudit bëhen sunet. Pse? Se të ne kena marrë pite Ibrahimi alayhis salam. Pastaj domethënë thot pejgamberi alayhis salatu wassalam, i pari i cili e ka urdhëruar Allah me natyrshmërinë e njerëzit, domethënë ti që i thëna ehlul fitra, që na ka porositë edhe neve, pejgamberi sa thon për sunetet që i ka pasur edhe Ibrahim alayhis salam. Thot shkurtimi i mustaqeve. Domethënë muslimanët nuk e kena lejuar kur ta shlojnë mjekën mustaqet me mbrim mi buzën tonë. Edhe kur të hash ushqim, domethënë krejt ajo me domethënë me mjekra dhe me mustaqet me u përli domethënë ushqimi. E domethënë më konë mas pakti më konë domethënë mos me kalue buzën. Mos me kalu domethënë buzën. E i parë thotë që e ka urdhëruar Allahu azza wa jall me fitra, me natyrshmërinë e njerit me i shkurtu mustaqet, ka qenë domethënë kush Ibrahimi alayhis salam. Pastaj thotë i pari i cili i ka pas natyrshmërinë e para, thotë i ka shkurtu mustaqet me shpërla gojen që shpërën për abdes e ka përdor këtë Ibrahimi alayhis salam. Shpërlarja e hundës që kena përdor ne, Elistin Shaki, e ka përdor Ibrahimi alayhis salam, misfakin, i pari që e ka përdor për mi pastru dhamt, domethënë është pite Ibrahimi alayhis salam. Thot edhe i pari që ka fillu mu thije, ose i pari që ka fillu mu zbardh flokt, mi u zbardhën, është Ibrahimi alayhis salam. Kimi cek pejgambert ka jetu 1000 vjet, ka jetu kështu, ka jetu ashtu, nuk është përmenden asnjëri 1000 vjet ka vdek me flokët e zeza me mjekrën e zezë. Domethënë nuk janë pa tragje të shembull me thon pjekurisë. Për ata kur o zbardh Ibrahimi alayhis salam dhe kanë fillu do kimet bardha të dalin, edhe në mjekër edhe në flok, ka thonë o Zot, çka janë këto? Ka thonë këto janë waqar. Kjo është ka thonë në shenjat e pjekurisë. Ka thonë o Zot, më shto shenjat e pjekurisë. Ka thonë këto janë shenjat e pjekurisë. Për ata ishte konë një mbret, një princ, edhe kishte pasur një këshilltar me veti, edhe kishte thonë unë jam i ri dhe kam mundësi me bo gabime, ti mund të më këshillojsh vazhdimisht. Domethënë ti ka me të marrë 24 orë vetëm në këshilla.
E normale e ka këshilluar. E një ditë prej ditëve thot, ndalet në pafshire dhe i shef veti se kanë fillu ti zbardhat mjekra dhe flokt. Edhe i thot atij këshilltarit mos ka nevojë më me shëshru. Ka thonë pse? Ka thonë mjafton jam të më këshillu këto kime se un plakë më. Se kime shku te Zoti, s'ka nevojë më këshillua. Domethënë njeriu kur zbardhen edhe thihet, dije se domethënë është një shenjë prej shenjave që ke marr pjekurinë e asajna. Falamma balagha 40 sanatan qala rabbi auzi'ni. Kur njeriu arrit mbi 40 vjet, kjo është mëshira e Allahut që Allah e ka dhënë ymër të pjekët edhe të kuptoje çështjet edhe të fesë, pa edhe të soi botës, më mirë. Për ata pjekuria e pejgamberëve ka qenë shumica e pejgamberëve është dërguar kur i kanë pas 40 vjet. Po ashtu pastrimi nën sjetullah, pastrimi në venet e turpshme, që është prej sunetit që shumë njerëzit, domethënë, alhamdulillah në kohën e fundit pak janë kthjellë përpara, domethënë nuk është dallu edhe muslimanin shumë pak është përdor pastrimi domethënë vendet e turpshme. E kjo është domethënë prej fitrës, prej natyrshmërisë të Islamit që Allah azza wa jalla ka porositur edhe Ibrahimin alayhi salatu wassalam. Po ashtu thot pastrimi, sikur sot e ke pas kiet kur ta kryen nevojën e madhe ose nevojën e vogël, nuk e përdorin ujin. I pari që e ka përdor ujin, thot ka qenë thot Ibrahimi alayhi salatu wassalam. Pastaj do të ka martu, i ka pas edhe disa fëmijë, ka pas me një gruaj ka pas 6 fëmijë, me një gruaj ka pas 5 fëmijë, mirë po pejgamber nuk ka pas. Pejgamber që kanë ardhur pete Isakit që thash, edhe një është pete Ismaili alayhis salam. Ismaili sa më është martu me arabe, është arabizu, ka fol pastaj arabisht, edhe prej Ismaili sa më kanë ardhur një fis i cili quhet Adnanitët, prej Adnanitëve është Kurejshët, prej Kurejshëve domethënë Hashimitët, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është prej Hashimive. Dhe me kaq që përfundojmë domethënë historinë e Ibrahimit alayhi salatu wasalam, ku Ibrahimi alayhi salatu wasalam jeton 200 vjet. Bashortja e tij i ndron jetë Sara 120 vjet. E treguam Haxheri ndron jetë duke qenë në Mekë Ismail alayhis salam, ende pa u martu Ismail alayhis salam. E pastaj domethënë bashortja e tij Sara jeton 120 vjet, Ibrahimi alayhis salam kur i ban 200 vjet vdes, para se me vdek thuhet se e ka mbri edhe nipin e vet Jakubin alayhis salam. E ka pa Jakubin alayhis salam dhe e ka mbri kur e ka ndërtuar xhamin e Aksas. Domethënë xhamin e Aksas që është sot. E lutim Allahun azza wa jalla kemi pas dobi nga kjo ligjërat, në ligjëratat që i kemi marrë deri sot. Nëse ta kemi takimin e fundit, ta kemi një takim përbashkët vëllazëror dhe do t'i përsëritmi ato që i kemi marrë gjatë këtë Ramazanit, edhe shumë sa kemi marrë mend diçka, edhe kush ka mujt me marrë mend më tepër prej informatat pejgamberëve prej te Ademi alayhis salam deri te Ibrahimi alayhis salam. Allah i shpërblet deri në takimin tjetër. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.